Dhe patjetër që ne nuk do të mjaftohemi me kaq, sepse përtej kësaj infrastrukture të re dhe domosdoshme, është po kaq e domosdoshme që ne të mbështesim universitetin për të fuqizuar me laboratorët e nevojshëm, për të fuqizuar me teknologjinë e nevojshme në mënyrë që ndryshimi epokal që po ndodh kudo në botë ta përfshi fuqimisht edhe universitetin. Dhe në fund dua ta mbyll pikërisht me këtë ndryshim dhe me domosdoshmërinë që në çdo universitet ne të krijojmë sa më parë hapësirat për t'i dhënë mundësi pedagogëve, për t'i dhënë mundësi studentëve që të aktivizojnë talentet dhe dijet, por dhe kuriozitetin e tyre intelektual për inteligjencën artificiale. Është absolutisht e domosdoshme, por është dhe absolutisht e mundur. Dhe mbi të gjitha, ajo çka e bën egzaltuese inteligjencën artificiale është se ka pak rëndësi se në cilën pikë të globit ndodhesh dhe ka pak rëndësi se në cilin rresht të klasifikimit të vendeve ndodhet vendi ku ti jeton, pasi përmes inteligjencës artificiale mund të bëhen kapërcime epokale, të cilat përndryshe do ishin krejtësisht pamundura, pavarësisht talenteve, pavarësisht ambicjeve, pavarësisht vullnetit. Kështu që në funksion të kësaj që thash, ne do të përgatitemi që edhe në buxhetin e vitit të ardhshëm dhe në buxhetet e viteve të ardhshme të kemi një komponent që të mbështesim të gjitha sprovat që do t'ia vlejnë të mbështeten në këtë drejtim. Dhe për këtë arsye ju përfitoj nga rasti të bëj thirrje pedagogëve, të bëj thirrje studentëve që të angazhohen sa më shumë për të punuar së bashku në funksion të rritjes së komponentit të inteligjencës artificiale në të gjithë hapësirat e universiteteve tona. Ju falenderoj